Unë mendoj që na veç sa kemi kalu një proces të zgjedhjeve nacionale, në fakt edhe si partie kemi të njëjtin qëndrim dhe duhet të bëhet konstituimi i institucioneve të dala nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, nuk kemi nevojë që ta përsërisim një proces zgjedhor, sepse nuk mund të priten as edhe ndryshime të mëdha. Në ndërkohë ne e dim të gjithë procesin të jetë ndërlikuar dhe kohën që ka marrë për numërim të votave nga ana e KQZ-s, bashkimi dy palë zgjedhjeve në një periudhë të caktuar do të shkaktonte probleme të mëdha dhe ka shumë mundësi që zgjedhje të tilla të mandej, domethënë edhe të mos pranohen nga ndonjë subjekt. Ju e dini kemi pasur vetëm një fletë votim, sa kohë i ka marrë Komisionit Qendror Zgjedhor. Në zgjedhjet lokale janë 2 fletë votime, është proces shumë më i komplikuar dhe mbi të gjitha ne kemi pas zgjedhje nacionale. Nuk ka kurfar arsyeshmërie që në pamundësi ose në mungesë të vullnetit politik nga ana e lëvizjes vetëvendosje për gjetë rrugën e bashkëpunimit me partitë e tjera parlamentare për ta përsëritur edhe një herë procesin zgjedhor. Absolutisht ne përmbajmë përgjegjësi, kjo është arsyeja dhe pse na kemi dalë me alternativa. Ne kemi treguar që nuk mund të bashkëqeverisim me lëvizjen vetëvendosje, por me qenë se krejt parashikimet qojnë se ne do të kemi një proces tjetër zgjedhor në mars kur vije edhe zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës, kemi dalë me propozimin që të kemi një qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare me një agjendë të caktuar. Shumë shpejt besoj që do të dalim, do të bëjmë edhe prezantimin e pikave të cilat kjo qeveri gjithëpërfshirëse do të duhej që t'i zgjidhte dhe mandej do me thonë të kalojmë. Nuk është që po mungon vullneti ose iniciativa nga ne, në fakt ata që e kanë bloku janë edhe përgjegjësit kryesorë, kanë 48 ulse në kuvend dhe nuk kanë lëviz nga qëndrimet e tyre që prej seancës së parë, të cilat as qëndrime nuk mund të quhen. Urdhra? Natyrisht që na njihemi si parti që kemi respektu gjithmonë vendimet e gjykatës kushtetuese. Absolutisht asnjë dyshim aty s'është. Nuk janë përcaktuar emrat, janë bajt takimet e përbashkëta me kryesin dhe kryetarët e degëve, gjithashtu me kryetarin dhe kryetarët e degëve. Do thotë i kemi nda procesin në 3 faza dhe tani janë komunat degët e LDK-s në për të gjitha komunat në Kosovë të cilat janë në fazën e procesit konsultativ. Disa prej tyre veç i kanë paraqit kandidaturat, disa të tjera janë në proces. Nuk e di tani, do të varet krejt prej situatës. Faleminderit.